Natyrisht janë përvoja dhe eksperiencia dhe opinionet të profesionistëve që i kemi këtu nga fusha e arsimit, psikologjisë, po edhe një profesionit kolegës që vjen nga fusha e sigurisë, e cila lidhet sigurisht edhe me orarin e punës. Varet se çfarë profesione kanë partner, shkon edhe ndërtimi i familjes edhe i rregullimit krejt kësajna. Baza dhe qeliza na e mësojmë edhe në shkollim që është familja. Edhe se çfarë historie ka përballë aja, ashtu shkon edhe ndërtimi i saj. Mendoj që roli i gruas në familje, qoftë madhe, qoftë vogël, është i pashmangshëm me qenë pangarkesë gjatë ton jetës. Sepse aja duke qenë vajzë, shumë e respektuar në shtëpi, ma vonë bëhet nanë, bëhet grua, në fakt e bëhet nanë. Nana domosdoshmë ka lidhjen emocionale të pashkëputshme. Na e dim autoriteti i burrit ka në shtëpi, i cili krijon deri me dikon siguri, krijon besueshmëri, krijon krejt këtu. Po fëmijët orientohen, po flas te familjet tona që i kemi, domethënë që jetojmë edhe në Kosovë dhe kudo ku ka shqiptar. Na e shohim që familjet orientohen ka e pjesë. Mos harroni, në shtetet të rralla ka lidhje emocionale sikur te na. Na e kemi shumë më të zhvilluar këtë punë. Na kemi gjysh, na kemi agj, na kemi daj, na kemi hall, na kemi teze, na kemi krejt këtu. Krejt kjo ndërlidhje ndikon në këtë pikë. Edhe tash është e pashmangshme pa kaluna për